Kam dalë në Austri në moshën 19 vjeçare, domethënë pak pa i bu 20 vjet. Kemi shku bashkë me bashkëshortin, Labinotin, të dytë si studenta në atë kohë. Unë fillimisht kam shku si studente e fakultetit juridik, po me kalimin e kohës, duke pa, domethënë, atë nevojën, ndrejtime teknike ma shumë, domethënë, kom vendos me kalu pak se burri është në fakt është inxhinier i shkencave kompjuterike, edhe tu e pa nevojën edhe kërkesat ma shumë treg ndrejtime teknike, kom vendos me kalu edhe në ndrejtime teknike, po fillimisht nuk kam dasht shumë pa tjetër me u drejtu pa tjetër krejt teknik, edhe ma ndej kom vendos me studiu për ekonomi industriale, i kom përfundu domethënë studimet për ekonomi industriale, domethënë jam inxhiniere, edhe ma ndej me kalimin e kohës në qatë kohë kanë ardhë edhe rrjedhoja tjera, domethënë krijimi i familjes, jam nanë e 2 fëmijëve, Omerit edhe Amirit. Në kohën e prindërimit me qujt ashtu, nuk kam ujtë prap me nejt, veç me një vend, jam mirë ma shumë me punë sociale, kam punu me një organizat, një shoqat e gruas, që i përkra gratë me prapavi migrante edhe muslimane. Në këtë organizat, do më thonë OJQ, kam punu si përkthyse, edhe njëkohësisht kam marrë, do më thonë, trajnime bazë për kurse, do më thonë, për kompjutera, do më thonë, trajnime bazë, nivelit bazik për gratë. Njëkohësisht, do më thonë, kam bo trajnime ose kam organizu, si me thonë, mbledhje ose trajnime të caktume në përkrajen e grave në integrim, do më thonë. Njëkohësisht ja vlen ndoshta edhe me cek, jam moderatore e certifikume në Austri, në përkrahjen e grave, do më thonë në integrim, si dhe në përkrahjen e krijimit familjes, do më thonë nanat e reja, që kam pas nevojnë përkrahje ma shumë. Mandej me kalimin e kohës, kom përfundu edhe një specializim për programim, edhe atu ka qenë konkurenca jashtëzakonisht e madhe, po falë Zotit, do më thonë, kam arrit me përfundu provimin pranus, edhe kam qenë mes 90 konkurentve, një pej 15 vetëve, do më thonë kandidatve që është pranu. Edhe kështu ka dal, do më thonë, arrita me kalu tamam pjesën teknike. Okay.